Në zemër të Islamit është një tregim për një vend që në realitet gjithmonë ka qenë. Tregimi është shumë më herët se profeti Ibrahim, por edhe Ademi. Mirë po edhe para krijimit. Është një vend i shenjtë, në të cilin edhe sot qëndron shtëpia e parë e Allahut. Ky vend quhet Qabja. Qabja ka qenë një vend i pelegrinazhit prej shumë gjeneratave, duke bashkuar njerëz nga shumë kombësi. Sipas dietarëve, këtë vend e vizituan edhe jehudët, si dhe krishterët e hershëm. Ka gjendet në malet perëndimore të Arabisë Saudite, që para Islamit ajo ishte konsideruar si një vend i sekreteve, që askush nuk kishte të drejtë të luftonte, të pres dru apo të bënte gjueti. Në zemër të qytetit është një xhami e madhe e quajtur Al-Masjid Al-Haram dhe në qendër të saj është Qabja. Qabja është një shtëpi që Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam për herë të parë që ta vendos në tokë që të bëhet ibadet Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala këtë e mbështet në Kur'an, ku thot Allahu subhanahu wa taala: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkata mubarakan. Thot Allahu subhanahu wa taala, në xhamin e parë apo shtëpinë e parë që Allahu subhanahu wa taala urdhëroi që të vendoset në tokë është xhamia e Qabës, shtëpia e shenjtë, Qabja që thirret, në qytetin e Mekës apo në qytetin e Bekkës, që Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur kështu. Muslimanët nuk adhurojnë Qabën, por adhurojnë atë të cilën paraqet, një Zot. أشهد أن لا إله إلا الله. Në mbulesën e saj, Qabja është një ndërtesë e thjeshtë, e lartë afërsisht 12 metra. Dhoma brenda Qabës është 13 metra me nënd. Muret e Qabës janë 1 metër të gjerë dhe janë të gjitha prej guri. Dyshemeja e dhomës qëndron 2.2 metra më lartë se vendi ku njerëzit kryejnë rritjen e rrotullimit rreth Qabës. Sipas traditës muslimane, Qabja është ndërtuar nga Ademi, bazuar në një planet kozmik i zbritur nga Allahu, dhe më pas i rindërtuar nga profeti Ibrahim, pas një vërshimi të madh.
Në skajin juglindor, i mbështjellur me argjend gjendet guri i zi. Besoj se ai ka zbritur nga Parajsa dhe më pas Ibrahimi e ka shfrytzuar për ndërtimin e qavës. Shumë nga pelegrinët provojnë ta prekin ose ta puthin gurin e zi. Mirë po shumica do të ishin të lumtur vetëm t'i drejtonin syt nga qabja. Edmond Rexhepi është duke i bërë përgatitjet e fundit para se të udhtojnë nga Presheva për në këtë vend të largët në Mekë. Por së pari, duhet që të kryej edhe disa obligime që ka. Doktor Edmondi është mjek i përgjithshëm në stacionin shëndetësor në Tërnoc të komunës së Bojanocit. Këtë vit unë do të shkoj në haxh me cilësinë e mjekut, do të kem në kujdesin time, do të thënë 20 haxhi do të jenë që shkojnë nga komuna Preshevës, po do të ketë edhe nga komuna Bojanocit, mirë po plus personeli që do të jenë 5-6, do të thënë jemi komplet 25 apo 26 persona. Unë do të jem si përcjellës i tyre, do të thënë. Normalisht që do t'i kryej edhe rregullat e haxhit, po shpresoj që asnjëri nga ata mos ketë ndoshta nevojë për mjekun as pak. Gjatë përgatitjeve të tij, doktori e kompletoi besimin e tij dhe tani është gati ti përgjigjet thirrjes së Allahut të Madhërisht. Pak kilometra më larg, në fshatin Turit të komunës së Bojanocit, po i bën përgatitjet e fundit edhe Hafizi, një mësues në pension, dikur punëtori i arsimit në shkollën fillore Sami Frashëri. Hafizi obligimin e 5 të fesë islame do ta kryej së bashku me bashkëshortë. Ajo është një, po mendoj, obligimi çdo personi që duhet me shku me vizitu atë vend të shenjtë. Edhe inshallah ja sjell Zoti secil çdo njeri, çdo personit shkon e viziton atë vend të shenjtë. Edhe ashtu vendosëm që, domethënë, me shku edhe, po mendoj që inshallah shëndetin apo non. Çaja kryesore, edhe shkojmë edhe, e shohmë edhe vend të shenjtë edhe, mu këthi shëndoshjemi. Ndjena shumë i kënaqur, jemi gëzueshëm që po shkojmë, domethënë, jetë me shku me vizitu atë vend të shenjtë. Nuk është pak se tash jenë kushtet shumë kushtet e vështira që mund me shku, se çdo person, shumë e personi ka dëshirë me shku, mirë po nuk e lejon gjendja, pasunia, se për shembull unë me një rrogë s'muj me shku me penzijen që e kam, po faleminderit për fëmijëve që kanë mundësi edhe për na kanë bërë të mundshme që me shku me vizitu atë vend të shenjtë. Drejtë me ta thonë ata që 4-5 vjet që kanë thonë, po una thashna jo. Kisha qef edhe bashkëshortën me marrë. Bashkë kemi fitu këtë pasuni. Faleminderit për gjeme, se na kanë plotësuar dëshirat. E po na çojnë. Shumë mirë ndim. Kena pas pa
Nuk më pak ka thëzi i kallë. Jo, si vjetë janë matë, si vjetë vendosi. Jo, shumë mirë, Allah, Zoti gjemë t'i rujtë. Ata sa për neve të kalzoj pak ma për para. Që të me përënzije me këtë së më po del njëve a gje. E për thmive, valla, faliminderë. Zoti jasil të kreve. Kush ka, kush nuk ka, kreve. Shumë i me gëzim, ku ka se a gje me shku. Po në këtë komunë të banuar me besimtar musliman, takuam edhe një qytetar i cili ka kryer haxhin. Ndërsa vizitën në këtë vend të shenjtë e përshkruan si shumë emocionuese. Para se me unisë, nuk kam besuar që më vjen ajo ditë për të nisëm atje për me shku për me vizitu shtëpitë e shejtë, dhe tëtë. Edhe shku më nisëm me shumë dëshirë, me shumë tjef. Unë me gjithë grujën ishim atje, me shashën time. Unë nisëm me autobusin me shku. Kemi kalu rrugës mirë. Një ditë jemi ndalë në Istanbul, dhe tëtë në Turqi. Atje kemi bujt një natë. Edhe në prapë jemi shku në... Kemi vazhdo rrugën, dhe thëtë, për në Siri. Edhe atje kemi bujt një natë, kupton Damask, kemi bujt një natë, edhe kemi vazhdo rrugën, dhe thëtë, jemi mëri atje të one. Rrugës fëtat ka qenë besa, me autobus, rrugë ka qenë pak e vështirë. Mira mu dëshira madhe, i kemi te kalu gjitha. Kur shkon vetë, e shef, ndin knarësi më të madhe, kupton? E kur e shef të gjithë të veshëra në të bardha, kupton? Të pa maj parasysh ngjira apo kombi, të gjithë janë një vesh, kupton? Edhe ati, dush me qenë shumë i qetë, me ndi knarësi, kupton? Me ndi frikë, me u lutë Perëndijës për gabimet që i ke bo tani jetën, kupton, se njeri për gabim nuk ka. E ki obligim, edhe je njësë për atë udhë, edhe thu, Allahume lebejke, la sherike leke lebejk, inë elhamdeve nijemete, leke dhe në mulk la sherike le. Kjo është betimi dhe me dhëmë. Po e shpre, o Zot, ti më thire, unë të përgjigjem. Këto fjallë kur thonë, rëra thonë qaha, toka, edhe gurt krisin thonë, edhe gjithë edhe qka ka, dhe me thonë në tokë edhe në qitë, të gjithë i përkullin Zotit, i bjën në sërde, i falemderojnë Zotit. Për pothuaj se 1400 vjet, pelegrinët musliman, përveç trupit dhe shpirtit të tyre, në këtë vend të shenjtë sjellin edhe një pjesë të pasurisë. Por vetë pelegrinazhi në Mekë është shumë më herët. Pelegrinazhin për në Mekë e kanë praktikuar arabët e vjetër edhe para islamit. Ky besim monoteist shpjegon se profeti Ibrahim themeloi pelegrinazhin. Ibrahimi, babai i monoteizmit, i muslimanëve dhe jehudëve. Tregimi i Ibrahimit është pikërisht thelbi i pelegrinazhit.
nga shënimet mësojmë se Kaben së pari e ndërtuan me laiket e Allahut në sipërfaqen e tokës. Është njëra ndër shtëpit e para të cilët adhurohet Allahu në atë shtëpi, pra në Kabe. Por gjatë historisë dhe ndërrimit gjeneratave, Kabja do thot ka pësu disa ndryshime gjatë historisë, por e njohur është që e ndërtoi dhe i ngriti themelet. Edhe njëherë është pejgamberi e Allahut Ibrahimi a.s. Pra, Ibrahimi a.s. me djalin e vet Ismailin e ndërtuan dhe i ngritën muret e Kabës, po në ato themele, atë bazë dhe atë fundament ku do thot me laiket e Allahut e vëndun apo i ndun themelet pikë së pari. Haxhi qysh herët ekziston, po të themi se prej Ademit a.s., prej njeriu të parë, Ademit a.s. Prandaj, mund të themi se edhe gjithë pejgamberët që kanë ardhur, edhe mas Ademit a.s., sikur se Nuhu, e Luti, e shumë të tjerë, edhe ato e kanë kryer apo e kanë zbatu obligimin e haxhit. Domethënë, haxhi nuk është diçka e re në Islam, apo me ardhjen e pejgamberit të fundit Muhamedit a.s. Mirë po haxhi ekziston qysh më herët edhe prej pejgamberëve të tjerë. Duhet të theksohet gjithashtu se përveç se pejgamberëve të tjerë do t'i përmendim edhe dy pejgamber të Allahu xhaleshanuhu, të cilët e kanë ndërtuar Kaben, sepse Kabja ka ekzistuar qysh herët. Kabja është në drejtim të Bejtul Ma'murit, e cila është në atë drejtim, po në drejtim të qiellit, ku atje nuk e bëjnë tavafin apo sjellën rreth Kabës njerëzit, mirë po e bëjnë me lekt e Allahu xhaleshanuhu. Prandaj mund në atë drejtim, në Mekë që gjendet Kabja, është e ndërtuar dhe Kabja e cila është obligim për besimtarët të cilët i plotësojnë disa kushte. Sipas traditës islame, profeti Ibrahim erdhi në shkretirën e Mekës së bashku me gruan Haxherën dhe djalin Ismailin. Këtë urdhër Ibrahimi e mori nga Allahu i Madhërisëm që të vijë në këtë shkretirë dhe të ndërtoi shtëpinë e parë për adhurimin e Allahut, që sot e vizitojnë me miliona pelegrinë. Mesazhet e haxhit janë të tilla që muslimanëve i përkujtojnë se ky obligim, ose ky ibadet, ose ky adhurim i jep kuptime edhe mesazhe në jetën e tyre shumë domethënëse. E para është domethënë përkujtimi i unitetit, bashkimit. Në një kohë të caktuar, në një vend të caktuar, mblidhen ose të bëhen një numër aq i madh i njerëzve dhe të gjithë e kanë vetëm qëllim, të ta njohin, të adhurojnë Allahun krijuesin e gjithësisë. Padyshim se haxhi si njëri ndër kushtet themelore të Islamit i ka vlerat e veta dhe atë pozitën e vet në komplet në fen islame, por më së miri ndoshta edhe është shumë rrugës të citojmë ajetin e Kur'anit ku Allahu te bareke ve teala ka thënë walillahi ala nasi hijjul beiti man istata ilayhi sabila. Edhe për hir të Allahut është bërë obligim juve vizita e Kabës dhe kush ka mundësi, domethënë kjo është kusht, kush ka mundësi të shkohet tek ajo. Kur kuptojmë domethënë çfarë vlerë ka vetëm se nga ajeti i Kuranit, domethënë e kuptojmë kjo se për hir të Allahut xhalla xhelaluhu xhaleshan. Moto e besimtarit do të më qenë në jetën e tij gjithmonë, domethënë gjithçka është mirë që të bëj vetëm për hir të Allahut xhalla xhelaluhu xhaleshan. Me kalimin e kohës, Kabja filloi të dominohet nga idhujt. Mirë po, në fillim të shekullit të 7 gjithçka ndryshoi. Në vit të njëjtë me Ibrahimin lind një Mekas, profeti Muhammed. Në vitin 630, profeti Muhammed pastroi Kaben nga idhujt dhe i ktheu njerëzit në besimin në një Zot.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Në Preshev, doktor Edmondi po I bën përgatitjet e fundit para udhëtimit. Para shkuarjes natyrisht është emocion, janë ndjenja domethënë emocionuese, ka domethënë 20 haxhi do të jenë 25 vjet, është rrugë e largët, duhet kujdesme për shëndetin e tyre. Kemi dikun 4 ditë apo 5 ditë të vajtje, 5 ditë ardhje, plus qëndrimi atje, ndryshimi I klimës kur kihet parasysh se nga viset e tona domethënë janë njerëz më të moshuar që shkojnë atje, do të jetë ndryshimi I klimës, atje ka obligime për të kryer që edhe nuk janë të lehta domethënë të kryhen. Kështu që janë ndjenja të përziera, emocione, ndjenja frike, po shpresojmë që me ndihmën e Zotit do të kalojnë gjitha domethënë, edhe do të kthehemi shëndoshë mirë ashtu siç do shkojmë edhe do të kthehemi. Para shumë vitesh, shkuarja për në haxh ishte një udhëtim I gjatë, duke udhëtuar me muaj, ndonjëherë edhe me vite. Për shkak të lodhjes dhe sëmundjeve, njerëzit kur niseshin për në haxh, përshëndeteshin me të dashurit e tyre, duke mos e ditur nëse do t'i takonin sërish atij. Kjo është hera parë dhe shumë vite kam prej që ta përgëzoj këtë vend edhe ta shijoj. Jam shumë I kënaqur që po shkoj. Edhe me siguri jam I aftë që t'i kryej gjitha ibadetet të cilët parashifën në haxh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Këtë vit për në haxh udhtojnë një numër I konsiderueshëm I qytetarëve. Pjesa më e madhe e tyre me autobus, kurse një numër edhe me aeroplan. Kjo, për shumicën prej tyre, është hera e parë që jo vetëm të luten në drejtim të Qabës, por aktualisht do të qëndrojnë edhe para saj. Hati dan diri yang hina memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Haxhi ngërthen në vete anën shpirtërore ku njeri u shpërngulet larg nga familja dhe vendlindja e tij vetëm e vetëm për të përmbushur këtë detyrë dhe shtyllë të Islamit, si dhe për të forcuar lidhjen me krijuesin e tij. Hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Me të vërtet, haxhi ka një vlerë shumë të madhe të Allahu xhaleshanu në jetën e besimtarit. Vlerët e mëdha na I cek
hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, në vërtet kemi shumë hadithe që me të vërtet tregojnë për vlerën e haxhit. Një prej haditheve që përmenden për vlerët e haxhit thotë el-hujjaj wal-ummar wafdullahi azza wa jall. Haxhinjët edhe që ato që ka bëjnë umrën janë mysafir të Allahu xhaleshanu. Mysafir i Zotit, prandaj është një nder i madh për haxhinjët, të jesh mysafir i Zotit. Dhe në fund hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam thotë dhe çka të kërkojnë mysafirt te Allahu xhaleshanu atyre do t'ju jepet. Pastaj, vlera është interesant se çdo vend e ka vlerën e vet në haxh. Qabeja e ka vlerën e vet. Tavafi, vetë shikimi në anë të Qabës, dietar thonin se është sevap shpërblim, vetëm se me e shiqu. Prandaj tavafi e ka vlerën e vet. Saji në dy kodra Safa edhe Merwa i kanë vlerët e veta. Mirë, po unë do ta përmend dhe ta përfundoj me hadithin e pejgamberit i cili ka rëndësi të madhe për besimtarin që duhet ta kupton çdo musliman, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e kryen haxhin, duke i kryer ato të gjitha rregullat që na ka porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ruhet nga gjunahet, dhe ruhet nga mëkatet, dhe ruhet nga çdo vepër e keqe që e çon në humbje muslimanin, ai musliman kthehet në shtëpinë e vet ashtu i pastër prej mëkateve, ashtu sikur se kur e ka lind nëna vet. Vet urdhri i krijuesit i Allahut që të kryet haxhi një herë në jetë, kjo tregon për një vlerë të veçantë. Por burimet, Kurani dhe Sunneti na tregojnë se haxhi ka shumë vlera. Po për momentin pasi që kemi do të limitu me kohën, do të veçoj 3 hadithe të rëndësishme që flasin për vlerën e haxhit. Njëherë është pyetur i dërguari Allahut, na mëson, na tregon cila vepër është më e mirë. I dërguari Allahut i përgjigjet thotë besimi në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Pyetsi prap pyet thotë pastaj i përgjigjet i dërguari thotë ngritja e fjalës së Allahut, pra lufta në rrugën e Allahut. Pyetsi prap pyet pastaj i dërguari Allahut përgjigjet dhe thotë el hajjul mabrur, haxhi i pranuar. Me këtë fjalë haxhi i pranuar mësojmë që haxhi duhet kryhet në një për hir të Allahut, me sinqeritetin më të madh, jo për sy e faqe, për të marrë emër. Në 2, haxhi duhet mu kry sipas mësimeve dhe udhëzimeve profetike. Kjo e ka do të thotë kuptimin haxhi i pranuar. Hadithi i dytë që flet për vlerën dhe rëndësinë e haxhit është i dërguari Allahut Muhammed alayhi salatu wasalam thotë ai i cili e kryen haxhin dhe haxhi i tij pranohet nga Allahu, ai kthehet në shtëpi pa asnjë mëkat. Pra, këto janë 2 thënie profetike që flasin për vlerën e haxhiut. Dhe hadithi i tretë i fundit është se haxhiu dhe umrexhiu, haxhiu është musafir i Allahut azza wa jall. Pra këto janë 3 hadithe që flasin për vlerën e haxhit prej shumë haditheve tjera. Vlerët e haxhit janë të shumta dhe është i pamundur numërimi i tyre. Por dietarët islam përmendin disa që mund të llogariten si kryesore. E ato janë ndershmëria e Allahut dhe sinqeriteti ndaj tij. Devotshmëria, të lartësuarit e emrit të Allahut, praktikimi i plot i traditës së pejgamberit alayhis salam, kërkimi i mirësive të Allahut, edukimi, të mbështeturit të Allahu, mysafir të mëshiruesit, vëllazërimi. Haxhi besimtarit
e inspiron, besimtarin e udhëzon, besimtarit i rikujton edhe ditën e kiametit. Domthonë janë disa elemente të cilat me të vërtet janë të ngjashme me çështjen e kiametit, tubimi i besimtarit, i kujton njerëzve se kinse sukurse po dalin para Allahu xhalla xhelaluhu xhalla. Në realitet këta dalin para Allahut, por dalin këtë botë, domthonë për me lut Allahun xhalla xhelaluhu. E ditën e kiametit vetëm se dalin për me dhënë, për me marrë shpërblimin të cilën e kanë punuar në këtë botë, domthonë për botën tjetër. Edhe qëllim tjetër mund të cekët i haxhit se haxhiu forcon, domthonë gjatë haxhit padyshim forcon lidhjen e tij me krijuesin e tij Allahun xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu. Pse? Sepse është një çështje, sikur një njeri e ka një dashamirë që themi neve, por nuk e ka vizitu asnjëherë. Në momentin kur ai viziton edhe shkon tek ai për shembull 3-4 ditë, 5 ditë apo edhe 6 ditë, ai padyshim ka më pas lidhjet pastaj me ato më fort. Kështu është njeriu, sepse vetë haxhi është thirrje nga ana Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu. Edhe haxhiu bashkë kjo është ajo ndoshta më simbolika që haxhiu i forcon lidhjet me Allahun e madhëruar. Allahu subhanahu wa taala pasi që e ka bërë shtyllë krijesore të islamit, që njeriu në qoftë se i afrohet mundësia dhe duhet me kri haxhin, atëherë Allahu subhanahu wa taala sigurisht